Të dashur miq, u rikthyem sërish për të vazhduar me bashkëbiseduesin e dytë të ftuar për ditën e sotme dhe unë kam një aktor, bëhet fjalë për Burhan Amitin, i cili nëse besoj që s'ka kush që s'ka ndëgjuar për të, ka qenë mjaft aktiv. Ka një periudhë që me të vërtet po pushon, nuk e di, ndoshta nuk po pushon, po punon projekte të reja, por do e kuptojmë tani në vazhdim. Përshëndetje dhe mirë se erdhën në emisionin tonë Vikend. Mirëmëngjes, faleminderit, kënaqësi të jemi bashkë. Është kënaqësi edhe për mua, për herë të parë të kem të ftuar në emisionin Vikend, kështu që kemi çka flasim. Po, respekt. Burhan, ka vite që je pjesë e publikut, por edhe e televizionit. Po. E mban mend daljen tënde të parë në skenë ose para publikut? Në fakt, gjithmonë te aktorët shpesh ndodh, tash krejt kemi pas një periudhë në për ato shkollat fillore, aktivitetet, po gati shumica prej aktorëve që janë momentalisht e kanë si profesion, kam pat një dëshirë prej më herët për të aktoruar dhe e kanë nisë prej shkollave fillore të mesme, po profesionalisht unë me 2001 kam diplomu, 2002, edhe 2003-2004-2005, jo është një periudhë që kemi fillu disa aktorë të Tetovës, cilit ishim generatat para të Universitetit të Tetovës që diplomuam, edhe në atë periudhë bënim kërkesë për hapjen e teatrit shqiptar në Tetovë, kishim probleme me politikën, sikur nuk u kuptoheshim, shkoj deri aty sa pyetjet ishin a ka aktor që mund ta mbajnë teatrin e Tetovës, ne do të hapim, po a kemi aktor, dhe ne fillom të punojmë shfaqje, 5-6 aktorë që ishim ato të parat, që të bindim politikën që po, kemi aktor, kemi kuadër dhe duhet ta bëjmë këtë. Pastaj ajo periudha, e dini si shkojnë këto proceset politike, jo hajtë një solucion dytë, disa aktorë të punësohemi në kuadër të Pallatit Kulturës, na ofruan një 5 punësime në kuadër të Pallatit Kulturës, po jo teatr. Në këtë takim isha unë si përfaqësues i aktorëve dhe pa me pas mundësinë kohën që të konsultoj me kolegët jashtë, nuk pranova, thash jo. Atëherë ata që ishin politikë më akuzohen se po i merrin qafe dhe kolegët se nuk do bëhet teatri, bile punsoni ju 4-5 vetë që jeni, po pastaj tjerë të shohim. Po unë kam ngula se kisha një vizion pak më afatgjat, se mendoja që nuk është problemi i shoqërisë qytetit Tetovës, punësimi i Burhanit edhe 4-5 aktorëve tjerë, po hapja e një institucioni të quajtur Teatri Tetovës, i cili do të ketë sallën, do të ketë ansamblin dhe është apo nuk është Burhani aty, ansambli do të vazhdoj dhe kjo do të mbetet sa të jetë jeta. Dhe kështu bam, ne nuk pranohem, pastaj kur dole jashtë takimit, ju them kolegëve, pa ta ofertën nuk pranova, kolegëm thanë mirë që nuk ke pranu, u zjatë vërtet, ne në atë periudhë që ishim pa punësum. Sa gjatë ishte kjo periudhë? Po, pas 2-3 viteve u hap teatri, po 2-3 vite ne... A i ratë pishman brenda 2-3 viteve? Në fakt ne personalisht humbëm shumë, për shkak se kishim diplomuar, gjithë ishim njerëz që mbanin familje dhe kishim nevojë për një rrogë, sakrifikuam shumë, pas shumë sakrificave tjera, që vazhduam mbetemi pa punë, të punojmë projekte private, me jo pa përfitime, bile punonim punë tjetër, unë punoja në televizion, rrogën që merrnim skenografi, kostume, të bindim politikën që kemi kuadrë dhe është e nevojshme hapja e teatrit, mos e zgjas shumë, u bë teatri, filluam, u bëm ansambël, 2-13 vetë, 15, tash jemi afër 70 punësum teatrin e Tetovës, rreth 36 aktorë, falë një hapi të drejt në atë ko edhe një sakrifice pak më të madhe të disa aktorëve atë ko që ishim të diplomuar, 5-6 vetë, 5 ishim, edhe sot kemi një ansambël me 70 punësuar. Me të vërtet ju lumët. Dhe është krenari e jona. Kjo është edhe për të duar të rëkitur. Edhe, tash, normalisht që vinë jo qytetarët, po edhe kolegët që vinë, kolegët e ri në teatr, nuk e din këtë histori dhe nuk e kanë atë ndjeshmëri ndaj institucionit, sepse kanë diplomuar dhe është normale kjo, nuk është për t'u akuzuar, futen në punë, është normal një vend pune, po për gjeneratat e para nuk është vetëm një vend pune, është një sakrificë, është një krijesë e jona,
diçka e nisur nga ne dhe ndryshe e përjetojmë. Po edhe këta ndryshimet pastaj që ndodhin normalisht gjithmonë që vinë nga ana e politikës, sepse unë shquhem edhe në televizion për kritikuesi i politikës, po ja, për shembull Tetova ka disa vite që pret hapjen e teatrit, objektin e teatrit të ri, nuk po bëhet. Flitet e përflitet për keqpërdorime, për 3-14-15 milion euro mungojnë, po pse duhet aktorët ta vuajnë këtë dhe pse duhet qytetarët ta vuajnë këtë. Unë mendoj që shteti duhet të merret me një anë me institucionet e drejtësisë, me personat që kanë keqpërdor dhe me anën tjetër nëpërmjet Ministrisë Kulturës, Ekonomisë, kush janë kompetent, të vazhdojnë me përfundimin e projektit. Paralelisht, këndej përfundohet projekti, andaj le të merren ata me keqpërdoruesit dhe Tetova mendoj se meriton sa më shpejt objektin e ri. Dhe shpresojmë që sa më shpejt edhe të realizohet. Një fillim jo i lehtë, siç e shpjegove. Normalisht, mendoj që kjo nuk është një fillim i rëndë vetëm për mua. Çdo fillim është i rëndë për gjithëkënd. Mbaj mend një herë ishim shkollë të mesme dhe bisedonim me një shok, po në shtëpi taj. Nuk e varritëm që babai i tij na kishte dëgjuar gjatë gjithë kohës bisedën. Ai normalisht duke ditur që ne jemi adoleshent, edhe është munduar që fshetas ta ndëgjoj çka bisedojmë, ku jemi, çfarë mendojmë, çfarë drejtimi kemi. Normal si çdo prind që ka të brengën për fëmijën e vet, që ta di edhe jashtë kontrollit të prindit çka mendon. Dhe ai me një moment tha u kyç. Kinse nuk na kanë dëgjuar, tha çfarë bisedonin? Po bisedojmë për fakultet, ku të shkojmë, diçka jo këtu i atje ma lehtë, tha ndëgjoni këtu. Punë të lehtë edhe fakultet lehtë nuk ka. Edhe vërtet tash e përsëris shpesh edhe për gjenerata tjera, studentët ose kolegët e ri që vinë, nuk ka fillim të lehtë ose një shkollë të lehtë ose një punë të lehtë. Sakrificë çdo punë, po ne ndoshta kishim pak më të rëndë në atë kohë dhe ky ishte fati jonë. Ato 2-3 vite, përderisa ju refuzuat punën, ofertën në fakt, çka bot? Në fakt ne ju përveshëm punës dhe vazhdojmë çdo njeri në drejtimin e vet. Unë isha i punësuar në televizion, dikush punonte lokal kamarer, dikush një punë tjetër. A u takunit ndonjëherë për të realizuar diçka ju privat? Çdo ditë kishim takime pas punës, çdo ditë bisedonim çka të bëjmë, si t'ja ta gjejmë formën për të bërë presionin më të madh. Pastaj filluam atje punonim, blenim skenografi, kostume, punojmë në shfaqje që të bindim politikën që kemi kuadro, edhe kjo nuk mjaftoi dhe në fund çdo herë vinte partia që futken pushtet, ju lutem mos na pengoni tash se sa kemi hyrë pushtet deri do na bëni telashe. Jepnim një vjet kohë, një vjet për ne kushtonte shumë. Ata nuk ndërmendin asgjë. Sa fillonim një presione tjera, fillonte tjetra parti, do na dëmtoni, ato hatërmbetjet si i kemi ne. Në fund vendosëm që të mbledhim në shkrime. 10.000 në shkrime është një farë ligji në këtë shtetin tonë që me 10.000 në shkrime e detyron shtetin që të nxjerrë atë kërkesë të qytetarëve në parlament. Edhe ne i mblodhëm 10.000 në shkrime, sa i mblodhëm në shkrimet, më duket që kjo i dhezi krejt motorët e politikës dhe atëherë ja futën ata vetë në procedurë, s'di, kom harua, pat nevojë edhe t'i dorëzojmë, ose i dorëzuam edhe, po nuk arrit. Kryesoria kjo ishte shkaku i fundit që i detyroi i prum para një akti të kryjm, i mblodhëm në shkrimet, qytetarët brenda pak ditëve, ne i dhanë në shkrimet në qytet, krejt, i mblodhëm mbi 10.000 në shkrime shumë shpejt, i dorëzuam dhe... A ishit komplet ekipi që luftuat për këtë ditë, pastaj pjesë e... Po, normalisht... Si kanë qenë emocionet e juja, me që se realizuat një ëndër tuajen dhe sakrifikuat? Sigurisht, ishte diçka që janis prej fillimi, e krijon një shtëpi për vete. E dim që është një institucion që do futemi dhe aty do të punësohemi dhe zoti deri në fund, do të pensionohemi deri në fund, edhe e krijuam për vete. Është diçka më shumë se një vend pune. Më e rëndësishme, prapë po e them, është krijimi i një institucioni kulturor, një teatër në qytet, se sa 5 punësime. Ata 5 punësime do kishim 2 shfaqje në vit, aq. Po kur themelu teatrin e vazhdo me 5, 6, 7 projekte premiera në vit. Disa vite me radhë, është viti 18 që
punojmë në teatr Tetovës. Pastaj, pas pandemisë, pak ka shkaku i pandemisë, ra buxheti i kulturës, me marrëveshje që ishte logjike buxheti i shtetit shkojë në Ministrinë e Shëndetësisë për shkak të harxhimeve me pandeminë. Ishte normale, po nuk ishte normale që pas pandemisë shteti vazhdoi me të njëjtin buxhet. Me njëjtin buxhet për teatrën. Domthonë ne vazhdojmë me 2 projekte. Është edhe një alarm që duhet ta japim sa më shpejt, që duhet të rriten buxhetet në për teatrot e Maqedonisë. Mos ngelim në atë periudhën e restriksionit pandemisë. Okej. Më trego teatri, si në fillim dhe tani, si është shë? Shpesh na pyesin na filmit e teatri. Teatri është tjetër gjë. Jo, nuk flasim për film dhe teatr, por si është teatrin, çfarë rëndësi në teatrit, që nga fillimi dhe tani. Nëse mendoni për rolin shoqëri, mendoj që ka i rol jashtëzakonisht të madh për shkak se kujtoj ato ditët e para kur kemi filluar shfaqjet, kur hap teatri, publiku me ftesa, u mundoheshim të sjellim teatr, ti mësojmë që kemi teatrin, të vinë, të shohin, të knaqen, pa pagesë. Ishte mundoheshim të dikush me pagesë, dikush pa pagesë, që ta kryojmë publikun. Ne e krijuam ata, edhe ata shumë shpejt. Publiku u adaptua shumë, po pastaj publiku edukua shumë me teatrin. U edukua edhe në shfaqje, edhe artistikisht. Kur dilim jashtë me shumë miq, shok që bisedonim jashtë teatrit, të cilët na ndiqnin në shfaqje, ne vërejshim që çdo muaj, çdo vit ata e kanë ngrit nivelin artistik dhe kanë kërkesa më të mëdha, pritje më të mëdha ndaj teatrit. Dhe kjo normalisht ta nxit përgjegjësinë edhe ty si aktor, si trup, si institucion, domethënë njëna tjetrës, ne e kemi shtyr njëri tjetrin. Ne shoqërinë Tetov, shoqëria ne shoqëria ne, dhe kjo domosdoshmërisht që është krejt vjen prej krijimit të institucionit teatr. Ta kthejmë këtë pyetje në klishe të famshme, teatri apo filmi? Teatri është magji më e madhe, sigurisht që këtë e thonë të gjithë. Gjithçka ndodh aty, edhe tjetër emocionin teatr, filmi prodhim serik, nuk është diçka ekskluzive. E dini, përsëri që ajde edhe njëherë. Tjetër magjika, teatri, prandaj dhe publiku më shumë e don teatrin, kur vjen teatr, tjetër ndjeshmëri ka, tjetër përgjegjësi, se film jo film, shtrihesh në shtëpi e shef, nuk ka kërkesa. Për të ardhur në teatr, publiku vishet bukur, ndan kohën, vjen, e cakton një periudhë që do t'i kushtohet teatrit, gjithçka është tjetër gjë. Ne e kuptoj. Deri më tani biseduam një bisedë të këndshme me shumë mesazhe për të rinjt, që tani e kanë gati çdo gjë, por që nuk e duan. Është shumë e lehtë, por sikur e marrin pak më ju duket e vështirë sërish. Duke pas parasysh sakrificën që bëjnë jo vetëm për teatr, por për gjithçka, për çdo sferë, fillimi i teatrit. Po, tash mendoj që vetë jeta ka shumë intenzive dhe gjithçka është rëndë dhe gjithçka ka tjera kërkesa. Edhe televizioni, mendoj që edhe televizioni po e përballon atë krizën e vet me zhvillimin e teknologjisë, rrjeteve sociale, portaleve, është ajo ana tash a televizioni a portalet. Rrjetet sociale, televizioni përcjell mesazh, përcjell kulturë, përcjell vlera dhe këtë duhet ta bëj. Portalet, rrjetet sociale janë ana tjetër e antivlerave e gjithçkaje. Fillimisht ishte një luftë, mendoj, mes dy institucioneve, mediumeve dhe portaleve. Fatkeqësisht portalet po e fitojnë këtë luftë. Tash edhe një e keqe që po i ndodh shoqërisë, mendoj që shumë televizione kanë filluar të bien pre e shikueshmërisë dhe nxjerrin kalojnë jashtë vlerave, kalojnë pak në atë zhanrin e portale ose rrjeteve sociale vetëm për të qenë pak më atraktiv për shikuesit,
edhe bie kriteri. Prandaj jam sonte këtu, kjo televizion shtetëror dhe ky televizion nuk guxon të bien. Nëse këtë televizionet do të bien, ky televizion nuk do të bien. Dhe unë kam kënaqësi edhe përgjegjësi shumë më të madhe kur më ftojnë televizioni shtetëror. Edhe televizioni shtetëror mendoj që duhet ta jetë e fundit e cila do të jetë luftari i fundit i kësaj vlere, i ruajtjes së vlerës. Po, e kuptoj shumë mirë dhe me të vërtetë është shumë e saktë ajo që e thoni. Edhe diçka, më fal. Po. Për shembull, ka çdo natë, ne ora 12 fillojmë provat në teatr, për mbrëm kemi dalë ora 11:30 natën, mbrëm ora 12:10 mesnatë kam mbaru dhe prej qytetit deri në shtëpi i kam 10-12 kilometra, në Gulloç ku jetoj, unë gjithmonë e ndëgjoj Radio Shkupin. Jo rastisht, gjithçka që ka qenë muzikë me vlerë, ndoshta e harruar nga krejt tjerët, në Radio Shkupin, radion shtetërore ti e gjen. Dhe unë shpesher e potencioj këtë edhe në shoqëri, edhe në mediume, televizioni shtetëror, edhe Radio Shkupi duhet të jenë vlerat e kombit. Pajtohem edhe u plotësisht. përgëzoj për krejt këtë arkiv që e mbani dhe që kultivoni vlera. Faleminderit shumë, është kënaqësi dhe ju që jeni gjithmonë transparent dhe jeni pjesë. Mos harrojmë edhe normal edhe televizionet private. Po, e kuptoj. Luajnë rol të veçantë dhe kanë kualitet shumë të mirë. Besoj që e kuptuan të gjitha ato që patën për qëllim. Po, ju do të jeni luftëtari i fundit. Po, e kuptoj. Atëherë, dua të di se tash çfarë po bën. Ishe shumë aktiv dhe ka një periudhë që nuk po të shoh askund. E kam qëllimin në rrjetet sociale ose diçka në televizion. Çfarë po përgatitni në këtë periudhë? Prap do të ta them prej rrjeteve sociale duke mundu të përcjell një mesazh. Jam shumë i zhgënjym prej masës, prej njerëzve në rrjetet sociale, i hap rrjetet sociale, mundem. Normalisht jam shumë gjatë kohë në prova në teatr, jemi të përgatit një shfaqje në teatrin e Tetovës me regjisorin Gjakovar Putrim Pashën, shfaqja quhet 13 ose Anatomia e Revolucionit, një shfaqje që do të jep një mesazh shumë të fuqishëm për masën, sidomos për rinin, që duhet jenë ata të cilët nxisin çdo ndryshim në shoqëri, për shkak se në shoqërinë shqiptare, sidomos të shqiptarët e Maqedonisë, rinia është dorëzuar, ka ndoshta 15 vite që është dorëzuar dhe nuk vrejmë asnjë nxitje, asnjë shkëndi të një ndryshimi shoqëror, mos themi një revolucioni të madh në shoqëri. Dhe kjo shfaqje e fundit flet pikërisht për këtë, revolucionin, ndryshimet që duhet ndodhin në shoqëri, për shkak se politika shpeshherë e hup orientimin, e hup logjikën dhe është masa, shoqëria, sidomos rinia, ajo e cila duhet të koordinojë dhe të kontrollojë politikën në shtet. Ku isha? Sa hap rrjetet sociale të shoh çfarë ka ndodhur brenda ditës, një portal shkruan diçka, lexoj komentet jashtë çdo kriteri etik, jashtë çdo niveli kulturor, rrinë njerëzit prej shtëpi, edhe fatkeqësisht vetëm ata të cilët janë të paguximshëm të përballen me debate haptas këtu në televizion ose diku edhe në kafene, po vetëm në rrjetet sociale shkruajnë, s'ka problem, vjen mirë që reagojnë, po duhet me pas një etik të shkrimit. Nuk ne guxojmë edhe guxojmë shumë të kritikojmë, po nuk guxojmë të fyjmë, nuk guxojmë të shajmë, nuk guxojmë për një X politikani që vërtet e ka, më falni shpreh, ka dhier punën krejt, se i kemi shumë të atill politikan, ne duhet ta kritikojmë deri në fund, po jo ta fyjmë personalisht, jo ta fyjmë me familje, kjo është shumë shqetësuese dhe besoj që është momenti i fundit që shteti duhet ndërmerr që mos humben edhe këto vlera. Duhet familja është e shenjtë, duhet ruhet. Edhe për një politikan matrapas ose një qytetar matrapas që e then ligjin kado që shkon nëpër qytet dhe ne e shohim nëpër rrjetet sociale një qytetar të tillë që është antivlerë e shoqërisë, duhet ta kritikojmë, po jo ta shajmë. Duhet të jarojmë familjen, se me siguri edhe familja e tij ndjet keq për veprimin e Burhanit që shef se si sillet në rrugë. Dhe duhet Burhani të kritikohet, jo familja. Sakt, kuptoj shumë mirë. Po më trego, do rikthehesh në televizion? Kthehemi prapë aty.
televizioni ka njerë të lodh ose të harxon dhe unë e pata një periudhë të tillë që mendova që është momenti pak të tërhiqem. Po tash edhe televizioni është një farsmundje. Po është. Është një virus në vete që nuk largohet. Pak, fillon të mungon shpirtnisht, ndjehesh bosh dhe e pret momentin të rikthesh. Besoj që mas sezonit veror, prej vjesht, veç jam të menduar diçka të mirë, të rikthehem, po të rikthehem me diçka të mirë, diçka edukative, diçka argëtuese, po edukative, jo vetëm argëtuese dhe mos ketë asgjë edukative nga gjithë ajo humori. Mendoj që kjo shoqëri ka nevojë për pak buzëqeshje, për pak momente të mira, po duke pa mbas aty humorit ose mbas asaj qeshuris, pat diçka që në elshoj ky, duhet me ndryshu. Po, me të vërtet. Në fakt, duhet jemi autokritik çdo moment. Ju si moderator, ne si aktor, ose nesër unë si moderator, ose gjithë në profesionin e vetë, mendoj që duhet jemi gjithmonë autokritik dhe të ngrisim nivelin. Po, duhet. Kjo verë? Kjo verë, mendoj me datë 10, mendoj jo zyrtarisht, po e kemi caktu premierën Teatrin e Tetovës, me datë 11 dhe 12 kemi 2 rivanje, pastaj shkojmë në pushim, për shkak se disa prej kolegëve kanë caktuar pushimet, edhe rikthehemi në shtator, me rivanjet e kësaj shfaqje, ndërkohë në Teatrin e Tetovës fillon një projekt i ri me regjisoren Aferdita Nuhiu, kush do të jetë i angazhuar në atë projekt, do të fillojmë me njëherë provat në projektin e ri, ndoshta do të jem, ndoshta s'do të jem, pak rëndësi ka, kemi një trup të shkëlqyeshëm në Teatrin e Tetovës, që besoj që edhe regjisorët kanë çka zgjedhin, bile kanë hamendje akte, sepse për çdo profili ka nga 2-3 të mirë. Kjo është e bukura e teatrit ton, që sot i kemi numër, prapë kthehemi te fillimi. Edhe unë kam edhe një projekt tjetër privat të cilën duhet ta realizoj, një shfaqje teatrale, një komedi të mirë. Do të presim një moment tjetër në Vjesht ta promovojmë, për ta paralajmëruar, edhe ndërkohë ndoshta edhe me një projekt televiziv do të fillojmë. Okej, super. Atëherë na ka ngel që tjetër suksese për këtë shfaqjen e fundit dhe një pushim të mbar veror. Faleminderit. Thash zoti sepse kështu si ja kemi nis qershor me dveshër mirë, ftohtë, po besoj që edhe koha ndryshon shumë shpejt. Jo, shpresoj që ky vikend, vikendi siç e shohim ka një kohë të mrekullueshme, jo është me diell. E shohim se jashtë është nxehtë këtu brenda, shkaku i klimave nuk po e ndjejmë, por shpresojmë sikur ky vikend të kalojmë ta vazhdojmë verën. Uroj të jetë mirë dhe uroj gjithë qytetarëve që të kenë një përmbyllje të këtij sezoni të mirë dhe të përgatiten për pushime. Uroj fillimisht që të kemi një situatë politike dhe ekonomike qetë, jo vetëm në Maqedoni, po gjithë rajonin edhe në botë, për shkak se, siç e dini, trazirat kanë marrë përmasa jo njerëzore, duke nisur prej Palestinë, Ukraina, ndaj këndej që janë vërtet janë shpami që po ndjekim në rrjetet sociale, janë shumë shqetësuese dhe shfrytëzoj rastin bëjmë një apel të gjithë ata të cilët kanë fuqi të reagojnë që të ndërpriten, për shkak se edhe ata që janë mirë, besoj që nuk ndjehen mirë kur shohin se çfarë përjeton njerëzimin në këto momente, dhe kjo i përmbyll edhe atë anën ekonomike dhe në anën shpirtërore, kjo të është shumë saktë. Faleminderit shumë edhe një herë dhe ishte kënaqësi e veçantë të kisha të ftuar në studio. Kënaqësi e respekt. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket bisedës, ne do të shkëputemi për disa minuta dhe do të rikthehemi sërish.